Përshëndetje, mirë se vini në podcastin SEO. Ky episod regjistrohet në One Connect Hub në mjediset e One Albanias, të cilën e gjeni tek Piramida. Sot do të flasim për një fenomen që ka prekur shoqërinë tonë që prej viteve 90, emigracionin. Shumë shqiptar për paga, për kushte më të mira, po zgjedhin të jetojnë jashtë vendit. Ndërsa drejt vendit tonë janë drejtuar punonjës të huaj. Është një fenomen i ri i cili po prek shoqërinë tonë. Rreth 11.000 leje pune janë dhënë gjatë vitit 2024 nga autoritetet shqiptare. Më shumë se 40% e fuqisë tonë punëtore ndodhet jashtë vendit. Lind pyetja natyrshëm, kush do të punojë në këtë vend ditën të nesërmen, në të ardhmen? Pra, a është kjo Shqipëria që po ikën apo Shqipëria që po vjen? Për të folur për të gjitha këto për fenomenet të emigracionit, unë kam ftuar një nga ekspertët më të mirë të emigracionit në Shqipëri, zotin Ilir Gedeshi. Zoti Ilir, faleminderit që keni pranuar ftesën dhe që jeni këtu në podcastin SEO. Faleminderit për ftesën. Ju jeni pjesë, le të themi, jeni akademik, por gjithashtu jeni dhe drejtori i Qendrës së Studimeve Ekonomike dhe Shoqërore. Bëni studime ndryshme në lidhje me emigracionin dhe për ta filluar me pyetjen e parë, unë doja të merrja një opinion tuaj se si e shikoni ju profilin e emigrantit këto 10 vitet e fundit. Pra, ka ndryshuar me ata emigrantët e parë që ikën në vitet 90 dhe si është profili i këtij emigranti këto 10 vitet e fundit? Po, Shqipëria aktualisht është në dekadën e 4 të tranzicionit të saj, edhe në dekadën e 4 të procesit migrator. Kështu që në çdo dekadë ka pasur karakteristikat e veta migracioni shqiptar dhe në 10 vitën e fundit ka karakteristika të reja. Në qoftë se do t'i përmbledh karakteristikat e reja të migracionit shqiptar, do të thoja që më parë emigronin kryesisht të papunët, emigronin persona me kualifikim të ulët, me arsim primar ose maksimumi sekondar, dhe kryesisht në Itali dhe në Greqi. Ndërsa aktualisht vërej që ky emigracion ose karakteristikat e këtij emigracioni kanë ndryshuar tërësisht, sidomos pas krizës ekonomike globale. Dhe mund të them që aktualisht emigrojnë persona të kualifikuar ose shumë të kualifikuar, kemi brain drain, domethënë persona me arsim të lartë, gjithashtu gjatë kësaj periudhe emigrojnë në drejtim të Evropës qendrore, kryesisht Gjermanisë, po dhe Anglisë dhe vendeve të tjera, dhe në drejtim të Amerikës së Veriut, dhe gjithashtu emigrojnë edhe persona që kanë të ardhura mbi mesataren. Këto janë disa karakteristika të reja të këtij emigracioni që ndodhin mbas krizës ekonomike globale. Pra mund të themi që emigracioni shqiptar po merr karakteristikat e një brain draini. Dhe për këtë ka disa fakte që vërejnë. Për shembull, një nga faktet është që studimet që janë bërë lidhur me Labor Force Survey, do të thonë me forcat e punës, gjatë periudhës 2012 deri në 2019, kanë vërejtur që 40% e flukseve migratori nga Shqipëria kanë qenë brain drain, pra persona me arsim të lartë në mesin e viteve 20, domethënë përsa mbarojnë universitetin, dhe 30% kanë qenë me shkollë profesionale në prag të 20-tave. Pra nga Shqipëria po emigrojnë të rinj, shumë të kualifikuar dhe me arsim të lartë. Dhe kjo është një nga karakteristikat e reja të emigracionit shqiptar dhe kryesisht shkojnë në vende si Gjermania ose vendet e tjera të Evropës perëndimore për arsye nga më të ndryshmet, por mbizotrojnë arsyet ekonomike. Pra, në qoftë se do ta përmbledhim arsyet kryesore mbeten ato ekonomike, apo se ju përmendet që largohen dhe të rinj, apo është thjesht një mungesë shpresë dhe shohin që jashtë do të gjeni jetë më të mirë. Këtu përsëri mund të theksojmë një karakteristikë të këtij emigracioni të fundit në krahasim me dekadat e para, sepse faktorët ekonomik vazhdojnë të jenë mbizotrues, por në krahasim me dekadat e para këto faktorë ekonomik janë zbutur. Domethënë niveli ekonomik, si thua, është rritur, papunësia ka rënë, pagat janë më ndryshe se kanë qenë, le të flasim 15-20 vjet përpara, pra faktorët ekonomik janë zbutur. Por nga ana tjetër kanë dalur faktorë të ri, dhe dy faktorë të rinj që po shfaqen me forcë ka të bëjë me arsimimin, pra me edukimin më të mirë të rinjve, dhe këtu e kam fjalën që studentët duan të shkojnë të kualifikohen ose nga ana profesionale, dhe një faktor tjetër i rëndësishëm që në anketat tona del gati 10% e emigrantëve
është që një pjesë e tyre nuk shikojnë një shpresë për të ardhmen. Pra kemi kombinim të dyave. Pra kemi një kombinim të faktorëve ekonomik me arsimimin e mëtejshëm dhe me mungesën e shpresës. Tani, largimi i të rinjve që ju përmendi lë një boshllëk në hapësirat e punës. Ne shikojmë që kemi shumë le të themi mjek që largohen, po edhe nga sektoreve të shërbimeve që lënë vendin. Çfarë nënkupton kjo për Shqipërinë? A janë vërtet apo vuajmë vërtet domethënë mungesën e fuqisë punëtore këtu në vend? Po këtu duhet bëjmë një farë dallimi, domethënë fuqinë punëtore, punonjësit e thjeshtë që largohen, edhe shumë sektor, për shembull ndërtimi, shërbimet, ose thuajse të gjithë sektorët e jetës ekonomike kanë mungesë të fuqisë punëtore. Dhe nga ana tjetër do të shikojmë edhe personat me kualifikim të lartë, për shembull ato që thatë juve mjekët, informaticienët dhe kështu me radhë. Në të dy rastet, vendi ka pasoja negative. Dhe në rastet do të marr fuqinë punëtore që largohet dhe që largohen kryesisht të ri, kjo shprehet që në shumë sektor të ekonomisë ka një mungesë të fuqisë punëtore, pra nuk mund të arrijnë objektivat e prodhimit, ose në shumë firma, dhe detyrohen tani të kthejnë syt nga tregu i jashtëm. Pra të vinë punëtor të marrin punëtor nga jashtë. Ndërsa në raste do të shikojmë sektor të tillë siç është shëndetësia, edhe siç është për shembull informaticienët, siç janë informaticienët, do të thonë informatika, do të shikojmë që këtu ka mungesa të theksuara. Në fushën e shëndetësisë, mund të themi që aktualisht Shqipëria ka mbi 2500 mjek që janë të punësuar në Gjermani, në Itali, në Angli, Francë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Pra që është një shifër që është gati gjysma e mjekëve të punësuar në Shqipëri. Po. Por ajo që është më e keqe është që gati 39% e mjekëve nga Shqipëria dëshirojnë të hikin, të largohen. Pra tendenca është në rritje. Pra migrim potencial është shumë i lartë. Për shembull, një studim që neve realizuam vitin e kaluar tregoi që 39% e mjekëve nga Shqipëria dëshirojnë të largohen, dhe në rast se do të marrin moshën deri në 40 vjeç, që është mosha më aktive, 52% dëshirojnë të largohen nga Shqipëria. Kësaj ti thonë që 1 në 2 mjek dëshirojnë të braktisë vendin. Sigurisht jo të gjithë do të largohen, por përsëri tendenca për migrimin potencial është mjaft e madhe. Dhe kjo sigurisht që sjell uljen e numrit të mjekëve për banor, pra si thua ka një përkeqësim domethënë të shërbimit shëndetësor, dhe gjithashtu me fjalë sjell pasoja negative, duke u nisur edhe nga fakti që mosha mesatare e popullsisë sa vjen e rritet. Pra vendi ka nevojë më shumë për mjek, kur në fakt këto largohen. E njëjta gjë ndodhet edhe në sektor të tjerë, siç mund të jenë me informaticienët për shembull. Shumë nga firmat që neve kemi kontaktuar thonë që ne mund të arrisim më njëherë prodhimin, domethënë shërbimet që ato kryen 20-30% në rast se do të kemi informaticien, por largohen mas. Dhe informaticienët është pak e vështirë ti zvendëson, sepse përveç se gjuhës tuaj duhet flasin dhe shqip, duhet të dinë të... Këtu ke sektori shëndetësor është e vështirë që të zvendësohen, meqense ata duhet të njohin mjaft mirë dhe shqipen, por nuk është edhe lehtë të vinë mjekët të huaj, sepse nuk i kemi ato kushte. Plus pasaj që edhe kosto e shërbimit do të rritet. Nëse për të mos u larguar pak te kjo tema e mjekëve, në studimin tuaj vjet re që mjekët që dalin nga bankat e shkollës preferojnë më shumë të ikin direkt, apo një pjesë do që të marrë atë praktikën këtu, sepse kjo tregon që ne shpenzojmë para si vend për t'i specializuar dhe pastaj ata na largohen. Sigurisht që ky emigrim ka një kosto financiare. Edhe kostoja financiare, për shembull, është e llogaritur për personat që përfundojnë arsimin universitar, që është e lartë. Por ke mjekët që është akoma e lartë, sepse ato krahas kanë më shumë vite shkollimi, dhe krahas saj duhet bëjnë edhe specializimin. Megjithatë, tek mjekët vjet re që përveç faktorëve ekonomik, dhe këtu nuk e faktori ekonomik do të theksoja kushtet e punës, pastaj ka të bëjë me standardin e jetesës dhe pastaj vjen paga, pra paga nuk është faktori kryesor që i shtyn të emigrojnë. Në përgjithësi në studime paga nuk del faktor kryesor. Nuk del faktori kryesor tek faktori ekonomik. Faktori i parë do të ishin standardet e jetesës dhe kushtet e punës. Por një faktor tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me specializimin.
Po. Do të thënë ato duan të kenë një specializim më të mirë, pra të kenë mundësi për një karrierë, për një zhvillim më të madh, dhe kjo është ajo që i shtyn pastaj të largohen. Pra lidhje me pikën e parë që arsimimi është një nga faktorët kryesorë. Nëse lëvizim, shikojmë sektorin e turizmit, ndërtimit, shikojmë që ka shumë punëtor të huaj që janë pjesë qoftë nga Filipinet, nga Bangladeshi, kanë zgjedhur si le të themi alternativë në Shqipërinë. Raportohet diku tek 2% që është forca e huaj punëtore, të paktën për sektorin privat. Keni në informacion ose nga ato studimet që ju bëni se cilat janë vendet kryesore që preferojnë pak a shumë Shqipërinë apo mbetemi te këto Nuk ka një studim që është i thelluar që është bërë për imigrimin, domethënë imigrimin e fuqisë punëtore, por kryesisht nga vëzhgimet e rastit vëret që vijnë kryesisht nga India, Filipinet, Bangladeshi, po kështu dhe nga vendet arabe që vinë në Shqipëri për të punuar në sektorin e ndërtimit, të shërbimeve, në firmat e fasonit që punojnë, pra ka një rritje të numrit të punonjëve të huaj dhe këtu mund të flasim për një tranzicion në fushën e emigrimit. Domethënë ne jemi një vend që kemi një emigrim shumë të madh, por njëkohësisht po ndodhe një proces imigrimi, po pa e zëvendësuar emigrimin. Domethënë po të shikohet diferenca midis emigrimit dhe imigrimit, emigrimi është shumë më i madh se sa imigrimi. Këtu dalin dhe pasaj dhe problemet të tjera nga fuqia punëtore e huaj që vjen. E para që ka të bëjë me adaptimin e kësaj fuqie punëtore, ato nuk di gjuhën, nuk di kulturën. E ka të vështirë të integrohet me tregun. Tjetra është që nga ato pak intervista që ne kemi bërë me punëdhënësit, flasin që edhe nga pikpamja profesionale nuk janë më lartë se sa shqiptarët. Që dojnë dhe në pjesën profesionale. Dhe ajo që është më e keqja, shumica e tyre rrin për një periudhë shumë të shkurtër kohore dhe largohet. Domethënë shikon vende të tjera ku emigron, siç mund të jetë Greqia, Italia ose vende të tjera. Pra Shqipëria si një pikë si thuaç shpërndarëse, do të thënë që të vinë në Shqipëri për të filluar punën dhe pastaj shkojnë në vende të tjera. Kështu që perspektiva nuk duhet parë tek imigrimi, por duhet parë tek fuqia punëtore vendase, në mënyrë që ajo të ri edhe të duke shpresuar për një rikthim të mundshëm të emigrantëve shqiptar. Ju përmendët pjesën që nuk janë të integruar dhe unë bie dakord me këtë që integrimi i tyre është shumë i vështirë dhe nga këndvështrimi jonë si sindikat dhe nga ato që në çfarë shikojmë në tregun e punës, ata po shërbejnë pavarësisht se ka raportime edhe për orë të zgjatura, ke trajtime nga punonësit, por për punonësit shqiptar po shërbejnë si një farë le të themi shpëtimi. A është vërtet shpëtim kjo le të themi kjo fuqi punëtore që vjen nga jashtë apo thjesht është një zgjidhje ekonomike më e lirë për punonësin? Nuk preferojnë që të paguajnë më shumë shqiptarë dhe preferojnë që të paguajnë një krah pune më të lirë. Jo vetëm kjo, sepse në radhë parë një nuk gjejnë fuqi punëtore nga Shqipëria, meqense ka një emigrim masiv të rinjisë, por njëkohësisht nuk do të ishte një zgjidhje afatgjat meqense këta vetë largohen. Domethënë imigrantët. Megjithatë unë ta shikoja perspektivën e Shqipërisë që do të ketë vazhdojë emigrimi, do të ketë rikthim të emigrantëve, njëkohësisht do të ketë imigrant, pra do të jetë një tablo më komplekse në perspektivë. Gjithsesi unë bie dakord deri diku me ty që ata për momentalisht për krizën që ne kemi janë një farë shpëtimi për gjithë punonësit, pra shihen si një lloj alternative për biznesin, qoftë edhe krahu i lirë i tyre i punës, por edhe për bizneset që përmendëm si ndërtimi dhe turizmi. Po, shërbimet. Shërbimet me këta punojës janë duke u mbajtur. Dhe pyetja ime lidhet pikërisht me këtë, ju e përmendët pak, po apo na zvendçojnë vërtet këta të huajt apo na zvendçojnë vërtet në shqiptarët, domethënë që ajo tabloja se tani këtu bim te kjo pjesa më që kemi pikpyetje më të mëdha. Numri i imigrantëve sigurisht që do të rritet. Pra tendenca është në rritje edhe të huajve. Do të për arsye të ndryshme, domethënë një zhvillim më i madh ekonomik i vendit, qoftë edhe në sektorin e shërbimeve do të kërkojë më shumë të huaj. Njëkohësisht do të kemi parasysh që numri i emigrantëve shqiptar, pavarësisht që është shumë i lartë,
aktualisht mund të themi që diaspora shqiptare, domethënë emigrantët që kanë shkuar jashtë, plus fëmijët e tyre, mund të jetë pak më shumë se 1.8 milion që janë jashtë. Kjo do të vazhdojë ky proces i emigrimit dhe zgjerimit të diasporës, por kjo ka një kufi. Domethënë nuk duhet të shikojmë këtë në formë pesimiste. Do të ketë një kufi natyror, do të thoja, sepse vet lindjet kanë rënë. Ne aktualisht kemi 1.2, 1.3 lindje për në fertiliteti që është në Shqipëri, dhe kjo e ul popullsinë. Njëkohësisht popullsia në moshë 3 është ulur si pasojë e emigracionit, pra nuk do të kemi shumë kontingjente për të larguar në të ardhmen. Ndryshe nga vendet e tjera, që kur për shembull liberalizohet tregu ose kur futen në Bashkimin Evropian, ndodh largime masive në të rinisë ose të fuqisë punëtore. Kjo tek ne tani është e kufizuar sepse pjesa më e madhe është e larguar. Nga ana tjetër, pra ju thoni çfarë është larguar, është larguar, domethënë jo se do të ka rënë ajo vala e madhe e largimit. Vala e madhe, domethënë kjo do të vi duke u zvogluar sepse moshat e reja ka ardhur duke u zvogluar gjithë më tepër. Dikush do të mbetet këtu në Shqipëri, nuk mund të largohen të gjithë. Edhe si popullsi, po plagemi si popullsi. Por njëkohësisht them që në perspektivë edhe emigrant që do të kthehen do të ketë. Që do të vi. Kjo do të varet nga zhvillimi i ekonomisë. Domethënë çdo gjë do të lidhet me politikat ekonomike që do të zhvillohen. Nuk duhet të jemi pesimist, në rast se politikat ekonomike ndryshojnë, kemi politika të tjera, kjo mund të shikojmë me fjalë në një formë tjetër emigracionin dhe rikthimin e emigrantëve shqiptar. Lidhur me politikat, çfarë mund të jenë disa politika që mund të ndërmerren qoftë nga shteti, nga qeveria civile që mund ta nxisin të cilat mund të ndihmojnë në frenimin e këtij fenomeni ose mund të krijojnë kushte më të mira për të rinj për të qëndruar. Po kur e filluam bisedën e theksuam që faktorët kryesorë që nxisin emigracionin janë faktorë ekonomik, dhe këtu tham standardi i jetesës ka të bëjë kushtet e punës, pastaj vjen paga që nxit, dhe theksuam edukimin, do të thënë arsimin më të mirë të rinisë, dhe një faktor të tretë tham për mungesën e shpresës. Këto janë 3 faktorë kryesorë. Këto 3 faktorë, do të thënë, duhet të zbehen, do të thënë duhet përmirësuar ekonomia, duhet përmirësuar arsimi, dhe njëkohësisht i duhet dhënë shpresë rinisë për të parë perspektivën në Shqipëri. Dhe kur them duhet i dhënë shpresë rinisë, kjo nuk do të thotë vetëm nga pozita, po edhe nga opozita. Ose nga të dy palët e politikës, për t'i dhënë shpresë rinisë që shikojë të ardhmen në vend. Dhe këtu njëkohësisht duhet të shikohet më tepër investime dhe rritja e sektorit prodhues. Dhe krahas kësaj ajo që theksuam që ka të bëjë me arsimin. Për shembull, në rast se 30% e flukseve që kanë qenë dekadën e kaluar kanë qenë me arsim profesional, kjo do të thotë që ne çfarë prodhojmë, këto largohen. Dhe arsimi profesional me një rëndësi shumë të madhe për perspektivën edhe për prodhimin, edhe për prodhimin, por gjithmonë me një rëndësi shumë të madhe për që të rinjt të shikojnë edhe perspektivën në Shqipëri. Po i kushtohet një rëndësi e veçantë tani kësaj pjese të arsimit profesional dhe kjo tregon që është ajo fjala juaj që që është nevojë e tregut të arsimit profesional. Ne kemi po na mungojnë elektricitës, po na mungojnë hidraulikët në treg. Po të shikohet të krahasohet Shqipëria me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, unë po e krahasoj me Ballkanin Perëndimor. Do të shikojmë që këtu ke neve rreth 18% e të rinjve që janë arsimin sekondar, domethënë që duhet të jenë në shkollë të mesme, shkojnë në shkolla profesionale. Të gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, duke filluar nga Kosova, pastaj Maqedonia, Malizi, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia, kjo shkon nga 55 deri në 78% që shkojnë në arsim profesional. Pra, si të thuash, duke shkuar në arsim profesional, këto kanë mundësi më tepër për domethënë për vende pune. Dhe punësimi është më i shpejtë, marrë një profesion. Plus edhe i shërben edhe vetë prodhimit. Pra, si të thuash, duhet vënë theksi tek arsimi profesional i të rinjve. Nga eksperienca jonë, le të themi e jetës, kur na ndodh shpesh që të porosisim online, na ndodh që motoristi vjen filipinez ose vjen një po futen dhe në shërbime të tilla që janë shumë të vështira. Ju përmendet që po të ngrem arsimin, po të përmirësojmë kushtet ekonomike, të rinj nuk do largohen. Ndoshta mund të bëhemi edhe një vend akoma më të rregjës për këta emigrantët e huaj. Mund të ketë
dhe një efekt tjetër? Kjo do të ndodhë me fjalë si në vende të tjera. Për shembull, Greqia ka pasur periudha emigrimi mas luftës së dytë botërore. Tani ka periudha imigrimi, domethënë që duke filluar nga vitet 90, që shkuan emigrant nga Shqipëria, por dhe vendet e tjera të Ballkanit edhe të Evropës Lindore. Italia ka njohur procese të tilla imigrimi. Domethënë në të ardhmen dhe Shqipëria do të shikojë këtë imigrim, që do të ndodhi. Problemi është që kjo të bashkëjetoj me shqiptarët që rinë në Shqipëri, pra që gjejnë punë dhe shikojnë perspektivën në vendin e tyre, dhe besoj që nuk ka asnjë të keqe që një bashkëtesë, të bëjmë një kontrahedhje që krahas shqiptarëve të ketë edhe imigrant. Problemi është që këto ekuilibre të ruhen në kuptimin që mos largohen shqiptarët dhe të vinë imigrantët. Domethënë kjo është që mos të zvendësohemi. Në vazhdim të kësaj, unë personalisht mendoj se emigracioni pavarësisht se hap disa plagë në shoqëri, por nuk është një fenomen dhe aq i keq. Ky është mendimi personal sepse ndoshta ndihmon për qarkullimin e trurit. Ne kemi pas shumë njerëz suksesshëm që kanë shkuar në emigracion dhe janë kthyer përsëri dhe kanë kontribuar për vendin e tyre. A mund shërbej dhe në këtë fenomen, në ky moment që ne jemi, mund të jetë dhe ky rasti që mund të kemi qarkullim le të themi trurit që kthehen shqiptarët, ju e përmendët pak që do kemi edhe kthime, se ka ikur ajo vala e madhe e largimit, por mund të shërbej ky për një fenomen të tillë që të kemi qarkullim të trurit. Teorikisht flasim. Po të shikojmë shembull e drejtanishëm, ne mund të themi që Shqipëria mund të jetë nga 15 vendet e para të botës për sa i përket shkallës së emigrimit të trurit. Domethënë personat me arsim të lartë krahasuar me popullsinë që lejmë do të me arsim të lartë në vend. Pra ka një nivel shumë të lartë. Ky emigrim i trurit sigurisht që ka krijuar me fjalë në shumë vende edhe një diasporë shkencore. Po. Dhe këtu flas për persona shumë të kualifikuar. Për shembull, me fjala Shqipëria mund të ketë aktualisht mbi 4000 persona që kanë bërë doktoraturën jashtë edhe punojnë jashtë. Krahas atyre që kanë bërë doktoraturën në Shqipëri ose krahas inxhinierëve, agronomëve, ekonomistëve që largohen nga Shqipëria. Pra ka krijuar një diasporë shkencore. Ose po të marrim mjekët, thashë kanë mbi 2500 mjek që janë nga Shqipëria jashtë. Problemi do të ishte fenomen, më falni po ndërpres, u pa ky fenomen gjatë kohës Covidit, kur u zbuluan se sa shumë mjek që kishim ne jashtë që jepnin opinione dhe mendime. Tani problemi që shtrohet është që në rast se kjo masë e madhe njerëzish është larguar, në ky brain drain, problemi do të ishte që të paktën të mbaheshin marrëdhënie bashkëpunimi me këto njerëz. Bie fjala rreth 60% e personave që kanë bërë një doktorat jashtë vendit punojnë në universitete dhe institucione shkencore në Amerikë, Kanada dhe në Evropën Perëndimore. Në rast se ata do të bashkëpunonin me universitetet tona dhe me institucionet shkencore, sigurisht që niveli i institucioneve tona arsimore dhe shkencore do të rritej. Pra bashkëpunimi ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe shumë vende të botës aktualisht nuk flasin më për brain drain, por flasin për brain gain nëpërmjet bashkëpunimit. Pra kjo do të ishte një faktor pozitiv. Fakti i drejtanishëm, për shembull të paktën me ato studime që ne kemi realizuar, tregon që një pjesë më e vogël se 20% bashkëpunon me universitetet dhe institucionet tona shkencore. Ka iniciativa që janë interesante, për shembull një iniciativë interesante do të ishte nga Albanian American Development Fund, të cilët financojnë qëndrime të PhD-ve shqiptare, të studiuesve shqiptarë që janë jashtë, që të bashkëpunojnë me universitetet dhe institucionet shkencore, të qëndrojnë në Shqipëri për një periudhë disa javore. Kjo duke rritur bashkëpunimin, sigurisht që i jep ose dinamizon punën shkencore që në institucionet tona shkencore, po kështu dhe në universitetet. E njëjta gjë mund të bëhet me mjekët, që punojnë në spitale dhe klinika të specializuara. Profesione të ndryshme. Që edhe kjo do të ishte diçka shumë pozitive. Domethënë, në rast se ne do të shikojmë procesin e emigrimit, ne do të shikojmë dy anë, që ka anë negative dhe ka dhe anë pozitive. Dhe një politikë e mirë do të ishte që maksimizonte anët pozitive dhe të minimizonte anët negative. Pra shembull pozitiv ka gjithmonë edhe kur në rastet e emigracionit, kjo ishte një shembull shumë interesant që krijimi i këtyre networkëve për të sjell profesionistë këtu që të japin kontributin e tyre për vendet e tyre. Dhe mbi të gjitha thuajse 90% për shembull dhe diasporës shkencore shqiptare dëshiron të bashkëpunojnë me institucionet shkencore dhe universitare në Shqipëri, është e gatshme.
Bile ka shumë raste që në intervistet e tyre që ne kemi zhvilluar ose në anketa, që theksojnë që ne vim për të punuar edhe vullnetarisht. Ose ne shikojnë si një detyrë për të kontribuar për vendin. Për vendin e tyre. Problemi është qëndrimi i institucioneve tona. Duhet ndryshojmë ne politikat. Duhet ndryshojmë neve, për t'i çfarë qëndrimin. Në rast se këtu nxjerrim frenime, pengesa, atëherë ti nuk e lejon këtë zhvillim, këtë bashkëpunim ose që ai mund të jetë një zhvillim shumë i frytshëm sepse ata vinë me një bagazh, me një eksperiencë në vendet e tyre. Sigurisht. Ju në fillim unë hapa me një pyetje se si ka ndryshuar profili i emigrantit në këto 10 vite. Po dua ta konkludojmë këtë bisedë me një pyetje tjetër, si do të duket tregu jon mbas 10 viteve? Do kemi një më shumë punojës të huaj, shqiptar që kthehen, apo do kemi një, le të themi, një ekuilibër midis atyre të ikurve dhe të ardhurve? Do të kemi një ekuilibër në kuptimin që ritmet e emigracionit të rinjve do të bien, do të kemi shqiptar që kthehen, dhe njëkohësisht do të kemi imigrant në vend, sepse ky është një proces që ndodh në të gjitha vendet e Europës sot. Por mbi të gjitha ne duhet të japim shpresë rinis. Do të shpresë që gjendja aktuale do të ndryshojë pozitivisht, në mënyrë që ajo ta shikojë të ardhmen në Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim që nëse ne nuk ndryshojmë ato që ju that politikat, të ndihmojmë të rinjt, atëherë ne do të mbetemi akoma në këtë pikë, sepse jemi në një pikë shumë të rëndë, le të themi kritike tani, që jemi tranzit. Jemi në largimin e fuqisë tonë punëtore, jemi duke marrë fuqi nga jashtë, pra jemi në një miksim të forcave të punës dhe është ajo pyetja që çfarë do jemi Shqipëria që ikën apo do jemi Shqipëria që vjen. Besoj se duhet të ndryshojmë patjetër politikat. Sigurisht. Unë ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit. Ishte një intervistë që më dha dhe mua informacion rreth kësaj teme dhe një herë faleminderit që ishit pjesë e podcastit. Faleminderit.